Miqtë të dashur, mirë se vini, është pjesa e tretë e Vila 24 dhe do doja vëmendjen tuaj sepse do t'i kushtojmë një hapësirë të posaçme festës së Pashkve për të marrë kuptimin e vërtet të kësaj dite. Çfarë mesazhi përcillet përmes saj do ta diskutoj me pastor Arjan Larashi. Mirë se vjen. Faleminderit që keni udhëtuar ekskluzivisht për këtë emision. Faleminderit dhe ju për ftesën. Faleminderit. Simbolika e Pashkve, jo rrallë, ose jo të gjithë e dim simbolikën e vërtet, mesazhin e vërtet që kjo fest, kjo dikt përcjell, duke qenë se në ndajnë shumë pak momente, është dhe një ditë speciale, si që kundër komentoj dita e të premtes së zezë, po megjithatë ne po diskutojmë të tjera të vërteta për këtë ditë. Cili është kuptimi vërtet i Pashkës? Atëherë unë dua të hyj pak në histori. Pasi rënje e kuptimit Pashkë vjen 1500 vit përpara Krishtit, pra rreth 3500 vit para nesh, para kohës ku jemi. Është historia që lidhet me popullin e Izraelit. Populli i Izraelit ka qenë një popull i zgjedhur nga Perëndia. Jo se ka qenë një popull i veçantë, por thjesht Perëndia zgjodhi një komp, mund të zgjidhte edhe ilirët, mund të zgjidhte një komp tjetër. Zgjodhi ata në mënyrë që të tregonte vetveten, të përlëvdonte emrin e tij në të gjithë rruzullin, në të gjithë kombet. Dhe populli i Izraelit kishte shkuar në Egjipt. Kishin 430 vjet në Egjipt. Pra, punonin, bënin punë të rënda. Piramidat që janë atje, një pjesë janë ndërtuar edhe prej tyre, ishin emigrantë, ishin populli huaj në një komb të huaj. Dhe rrjedhimisht Perëndia e pa skllavërinë e tyre, pa mundin e tyre. Populli i Izraelit i kërthiti, ju lut Perëndisë, edhe Perëndia zgjodhi një profet, në mënyrë që ai të ishte një instrument i Perëndisë për ta nxjerrë në tokën e premtuar, për ta nxjerrë nga skllavëria në tokën e premtuar ku ata jetojnë edhe sot e kësaj dite. Dhe çështja ishte se si duhet të vepronte Perëndia, në çfarë mënyre. Kështu që Zoti zgjodhi një mënyrë. Zgjodhi Mojsiun dhe Aronin, dy vëllezër, në mënyrë që të dytë ishin instrumentat Perëndisë për të transmetuar mesazhin që Perëndia do të i jepte. Dhe fillimisht do të shkonin tek faraoni, në mënyrë që t'i thoshin lere popullin e Perëndisë, lere popullin ton të shkojnë në shkretë të tij për të adhuruar Perëndin. Faraoni nuk deshi. Faraoni e ngurdhësoi zemrën dhe Perëndia ndërkohë lajmëronte për plagë që do të jepte në popullin e Egjiptit. Dhe kështu kemi plagët që vinin me radhë. Plaga e parë që u dha në popullin e Egjiptit, e dyta, e treta me radhë, pra bretkosat, mushkonja që dërgonte, breshër, errësirë, derisa erdhi tek plaga e 10. Dhe mbas çdo plage, faraoni ngurdhësonte zemrën. Fillimisht jepte një premtim, pollot ju le, dhe pastaj kur shikonte plagën, shtrëngoi, mendonte për t'i lejuar dhe në fund kur plaga përfundonte, pasi Mojsiu ndrynte dhe i lutet Perëndisë, atëherë ndronte mendje. Dhe jo, nuk do të shkonë. Pse? Sepse kishte interes që të mbante gjithë atë popull, ishin mbi 2 milion njerëz izraelit që banonin në Egjipt. Dhe ndërkohë Perëndia do të jepte plagën e 10. Dhe kush ishte plaga e 10? Plaga e 10 ishte që Perëndia do të ndëshkonte, do të me vdekje të paralindurit e çdo familje të Egjiptit. Pra domethënë djali i parë i një familje që kishte lindur i pari, atë natë do të vdiste. Perëndia po jepte si një ndëshkim për hir të asaj që faraoni nuk ishte japur dhe nuk e lejonte popullin të dilte nga skllavëria, popullin e Izraelit. Dhe në këtë natë Perëndia porositi Mojsiun dhe Aronin. Edhe tha që çdo familje juaja do të marrë nga një qenj motak, domethënë 1 vjeçar, mashkull, të jetë i patëmeta, dhe ju do ta sakrifikoni atë. Do të merrni gjakun e qenjit, do të lyeni pjesët vertikale edhe pjesën horizontale të portave të tuaja, të familjeve tuaja, të shtëpive tuaja. Ato çka u quajt si pjesa e kryqit? Në mënyrë që kur unë të kaloj atje, edhe sigurisht ishte engjëlli i shfarosës që do të hynte në shtëpitë e egjiptianëve, do të jepte këtë ndëshkim. Ndëshkimi do të pasonte gjithashtu dhe të paralindurit e çdo baktie, përveç tek popullsia egjiptiane. Në mënyrë që unë të kaloj ta Perëndia, matan. Domethënë kur unë të shikoj shenjën e gjakut, unë të kaloj tutje, të kaloj matan. Dhe këtu është rënja e fjalës Pashk ose Passover. Në anglisht quhet Passover, të kalosh tutje. E kuptoj. Dhe çfarë është përmendur dhe është përdorur në terminologji. Po.
dhe ata do të anin qengjin, do të pishnin në zjarë, çdo Shka familje do të arsyeja anin që në qengjin. këtë fest njerëzit thërin një qingj? Kjo është arsye që ka ngelur nga dhjata e vitër, themi ne, ose testamenti i vitër që Perëndia bëri me popullin e Izraelit. Qysh atëre që njerëzit ende të sakrifikojnë një qengjë dhe kujtojnë këtë kohë. Por unë do të flas pak më pas në lidhje me kuptimin e vërtet, Të se kush është mesazhit. thelbi i vërtet. Do të pas 1500 vitësh të këtij momenti që jemi duke folur. Çfarë solli më fal? Po. Edhe kështu populli i Izraelit shpëtoi, pasi Perëndia kaloi tutje, nuk preku asnjë prej të parë lindurve të Izraelit, ndodhi një gjemë shumë e madhe në familjet e egjiptianëve, madje edhe biri i vetëm i faraonit, edhe ai i parë linduri, edhe ai vdiq, edhe nga familja, nga shtëpia e tij dëgjoheshin zerat, të qarat, kështu që ishte një gjemë shumë e madhe për Egjiptin. Dhe në atë natë populli i Izraelit ka marrë gjithçka që kishte, edhe filluan të ecnin për të kthyer në tokën e premtuar, për të dalë nga Egjipti. E kuptoj. Tani, e premtja e zezë, pse quhet e tillë? E premtja e zezë quhet Unë di pikërisht që do për më shkakun. kundërshtoni që tani ju e quani e premtja e bardhë dhe Po. sigurisht do t'japim kuptimin e Kështu vërtetë. ka ngelur në fakt e zezë sepse po ta kapim nga ana simbolike e zezë sepse vdiq biri i Perëndis. Po. Domethënë shkoi në kryq. U kryqëzua pikërisht Për për të ne. ringjallur në një tjetër Pas 3 rrugëtim. ditësh, ditën e diel, ditën e parë të javës, sepse izraelitët ditën e parë të javës kanë patur të dielën, edhe sot e kësaj dite ata të dielën kanë ditën e parë të javës, të shtunën e ka pushim, e quajnë shabat. Pra, ditën e premte, për shkak se Jezusi shkoi në kryq, dhe ka qenë ora e 6 sipas orës asaj kohe, Pse po në pikërisht fakt- në po në fakt ka qenë 12, pra ka qenë mesditë. Dhe nga ora e 6 deri në orën e 9 u bë errësirë e plot. Po. Dikush mund të thotë që ka qenë një eklips ose ka qenë diçka natyrore, jo, domethënë. Ishte një errësirë që Perëndia lejoi dhe ishte mbi natyrore për treguar errësirën që njerëzimi ka në zemër për shkak të mëkatit dhe për treguar që me vdekjen e Jezusit, me besimin tek ai, atëherë njeriu mund të marrë jetë edhe mund të marrë një jetë tjetër, madje në jetë të përjetshme. Pra, vdekja e tij do të kuptohet si një gjë e mirë për njerëzimin. Po, sepse Frymëzimi i Jezusit. e premtja ishte dita e përgatitjes së qengjit të Pashkës. Dhe në këtë ditë përgatitja e qengjit, por cili do të ishte qengji? Qengji do të ishte Jezusi. Pra lidhja që bën Ati Perëndi me Pashkën Është sakrificë shumë e madhe në fakt 1500 që vjet është bërë. ishte pikërisht me Jezusin. Pra duke bërë një paralelizëm, Jezusi ishte një person i përsosur, i pamëkatshëm, biri i Perëndis, i ardhur prej qiellit, i lindur në mënyrë të mrekullueshme nga Virgjëra Mari, përmes fuqisë së frymës së shenjtë të Perëndis, dhe ky person ishte ndryshe nga ne të tjerët. Dhe ky person kishte pushtet mbi vdekjen, mbi jetën dhe vdekjen. Pra i mund të vdiste dhe kishte autoritetin që Perëndia e kishte dhënë atij që të ringjallej përsëri pas 3 ditësh. Dhe atë ditë ai ka vdekur në kryq. Ka vdekur në kryq dhe ka ndodhur që ashtu si qengjit nuk i thyej as në kock, qengjit të Pashkës, dhe qengjit që në dhjetën e vitër si shfola u sakrifikua që me gjakun e qengjit të lyheshin pjesët vertikale dhe pjesa horizontale e dyerve. Me nuk këtë i thyej- formë u kryqëzua dhe më Po, pas. nuk duhet i thyeshe asnjë kock. Po dhe Jezusit nuk i thye asnjë eshtër. Ndërkohë dy kusarve, dy njerëzve që ishin kryqëzuar, që u kryqëzuan së bashku me ta, mbas vdekjes së tyre ju thyen kërcit, atij i ndodhi që nuk i thye asnjë eshtër. Dhe Jezusi do të paralelizoj këtë që gjaku i Jezu Krishtit është një gjak shpëtues, një gjak shpagues. Ashtu si Izraeli shpëtoi dhe bitë e paralindur të tyre shpëtuan, atëherë kuptimi është që nëse dikush beson tek Jezusi, ky gjak i këtij qengji kurban, që u dha sakrificë për të gjithë njerëzimin, për të gjithë kombet, u dha për të falur mëkatet e gjithë njerëzimit, në mënyrë që gjithkusht mund të pajtohet me Perëndin, të mund të ketë një komunikim, një marrëdhënie personale me ta, dhe ai të jetojë në jetë përjetshme. Ju si pastor, si e shihni këtë besimin që kanë njerëzit në Zot? Është një besim si përfaqësor. Edhe unë kam besuar dikur në Zot, Perëndi, Zot, i lutesh ndonjëherë, Perëndi më ndihmo, ma bëj të mbar rrugën, udhëtimin, kam qenë emigrant në Itali, në 91-shin, aty jam lutur për herë të parë, aty kam dëgjuar për herë të parë për Biblën, fjalën e Perëndis, kam bërë një lutje të thjeshtë, Zot, hyr në jetën time. Prisja se mos ndryshonte diçka në jetën time, nuk ndryshoi në fakt. Kur kam erdhur këtu në Shqipëri, kam lexuar Biblën, fjalën e Perëndis dhe Zoti më ka prekur në lidhje me mëkatet.
dhe kam patur një kohë pendimi, një kohë reflektimi. Jam penduar në mënyrë personale para Zotit. Zot, fal mëkatet e mia. Ndryshoj jetën time. Dhe nëse ti më ndryshon, unë dua një tjetër sepse jam lodhur me këtë që kam bërë. Nga emigrant i thjesht në Itali, ju tashmë jeni pastor dhe shpërndani mesazhin që përmes fjalës së Ja Zotit. Perëndia më solli këtu në mënyrë që unë të shpërndaj mesazhin e fjalës Perëndis, mesazhin e shpëtimit. Edhe në moment saktuar unë besova që Perëndia më fale, edhe që Jezusi vdiq në vendin tim. Dhe që ai më Për të larë mëkatet e të gjithë njerëzve, si puna juaj dhe si të gjithë që ata që besojnë. Ka dhe disa simbole të tjera, ne përmendëm, mësuam të vërtetën, historinë e vërtetë shumë të bukur të kryqëzimit të Jezusit, pse u kryqëzua dhe jo të gjithë e dinë se pse u kryqëzua në atë kryq. harrojnë thelbin. Duke haruar thelbin, ose shpesh herë pastor i zhndërojmë festat në një moment kënaqësie, tryeze, një gëzuar, skuqim vezët e kuqe, por në të vërtetë nuk e dim çfarë mesazhi ka në këtë ditë për ta patur çdo ditë të tillë me mesazhe. Njeriu në natyrën e vet është të riqet pas materjes, pas ushqimit, nuk të riqet pas botës shpirtërore. Dhe thelbi i kësaj feste është bota frymërore. Pra që njeriu të transformohet në brëndësi, jo me fuqinë e vet, por me fuqinë e gjakut të Jezu Krishtit, sepse pikërisht për këtë u derdh ai gjak në kryq. Që të fal mëkatet e tua, mëkatet e mia, mëkatet e kujtdo që beson tek ai, sepse ditën e tretë ai u ringjall. Dhe kjo tregoi që ai ka fuqi Duke filluar mbi nga e vdekjen. premtja e shtuna e diela është ajo që ose e shtuna E mesnat. dila është kurorëzimi i gjithçka. Kurorëzimi i gjithçkaje, prap. Këto Ai janë unë dhe 3 gjatë ditët e vdekjes, festës, si të thuash, e këtij mesazhi. Dhe ai tregoi këtu triumfin mbi pushtetin e vdekjes, mbi pushtetin e mëkatit dhe mbi pushtetin e Satanit. Të atij që është armiku i Perëndis dhe që ka sjell njerëzimin në situatë të tillë larg Perëndis dhe që ka sjell mëkatin gjithashtu. Pasi ne dim nga historia që mashtroi Evën fillimisht, gjarprit dhe përmes gjarprit foli Satani, më pas Eva ngri frutin e ndaluar fillimisht, mëkatoi dhe pastaj edhe Adamit, dhe Adami mëkatoi. Dhe kështu u nda njerëzimi nga Kështu është Perëndia. ndar bota. Kurse përmes Me Jezusit fëmijë dhe njerëzimi fëqija. pajtohet me Perëndin. Pra ajo që humbi në Eden, në kopshtin e parë që Perëndia krijoi dhe njeriu u vendos atij për të banuar, ajo restaurohet me Jezusin, duke besuar tek Jezusi. Dhe njeriu mund të pajtohet me Perëndin. Ka shumë besimtar sot Ka shumë, në po. Shqipëri Në Shqipëri, po. që besojnë në të vërtetë, po, që luten te në kisha të ungjillore vërtetë, që ka shumë marrin besimtar. shumë, japin shumë. Po, ne kemi rreth 100-120 besimtarë që vinë çdo të diel në shërbesat e së dielës. Ka kisha këtu në Tiranë që janë me 300-400 njerëz. Po. Kisha Po ungjillore, po. orientohet, le të themi, shoqëria drejt Po. një besimi të vërtetë, sepse gjejnë ngushëllim, Në kishat katolike, ortodokse, ka mbështetje. besimtarë dhe cilët kanë një marrëdhënie personale me Zotin e tyre, kanë besuar tek Jezusi dhe kjo është të ketë marrëdhënie personale gjithkush me Perëndin. Sepse gjithmonë ka të mira dhe mesazhet që përcillen në kishë dhe ato që ka komunikohet janë gjithmonë për të mirën e gjithë secilit prej nesh, për të qenë më të mirë. Na duhet të jemi më të mirë, të dhurojmë më shumë dashuri. Qëllimi i Perëndisë është njeriu të transformohet përmes fuqisë së tij dhe të ketë urdhësinë e Perëndisë për të jetuar. Qoftë në jetën e përditshme, por sigurisht duke besuar që pas vdekjes ka jetë. Dhe ku do të shkojë njeriu? Ka dy rrugë këto fjalë e Perëndisë, o ferr, o parajs. Dhe kush beson tek Jezusi, do të marrë jetën e përjetshme. Është e sigurt. Duke u rikthyer sërish simbolikave sepse më dalin parasysh vezët edhe në kuzhinën tonë dhe nuk doja që të mos i ndanim së bashku. Po kuptimi vërtet i vezëve të kuqe. Kuptimi vërtet i vezës. Veza është simboli i jetës. Dhe është një jetë brenda që ri e mbyllur dhe pastaj lëvosh nga çajt dhe del krijesa. Ndaj dhe trokiten vezët. Po, ndaj dhe trokiten vezët. Dhe kush kuptimi? Pse ngjyrosen me të kuq? Sot, në kohën e sotme, vezët ngjyrosen jeshil, ngjyra të ndryshme, por kuptimi simbolika siç ka mbetur në krishtërimin e hershëm, veza ka qenë e kuqe për shkak të gjakut të Jezu Krishtit. Domethënë që njeriu mund të marrë jetë të përjetshme, mund të marrë jetë tek Zoti nëpërmjet gjakut të Jezu Krishtit, duke u falur dhe duke u transformuar, duke u shpëtuar prej fuqisë së mëkatit. E kuptoj. Pastor, ju falenderoj shumë. Do doja një mesazh të fundit për gjithë shoqërinë. Çfarë duhet japim? Si duhet sillemi më mirë, që të bëhemi njerëz më të mirë në këtë shoqëri të dhunshme? Çdo ditë dëgjojmë lajme të vështira. Ama ky besim na mban fort, na bën njerëz më të mirë. Me fuqinë tonë askush nuk mund të shpëtohet. Me vepra askush nuk mund të shpëtohet. Unë kam një mesazh dhe dua të bëj një lutje të shkurtër për të gjithë ata që janë duke dëgjuar emisionin tani, që u prekën nga mesazhet dhe që vërtet e ndjejnë që përmes Jezu Krishtit ata mund të marrin një jetë tjetër
unë kam dëshirë që të lutem për ta, Po, patjetër. dhe ata mund të përsëritin fjalët e mia tani përpara ekranit, duke parë, ju mund të flisni pak me zë të ulët dhe të përsërisni fjalët e mia. Unë do t'ju ndihmoj në lutje. Dhe nëse Perëndia do t'ju në jetën tuaj, ai do ndryshoj komplet jetën tuaj, siç e ka ndryshuar edhe jetën time. Mund të fillojmë tani. Perëndia na dëgjon, është këtu me ne. Po, patjetër. Atë Perëndi, unë të falenderoj që ti je krijuesi i gjithçkaje. Dhe të falenderoj që ti solle birin tënd Jezu Krisht si një qenj kurban që të vdiste në kryq pikërisht për të shfaqsuar mëkatet e mia. Zot, fali mëkatet e mia. Unë jam mëkatar. Unë nuk të njoh ty. Hyrë në jetën time dhe bëu Zoti dhe shpëtimtari i jetës time. Ndryshon edhe dhuro frymën tënde të shenjtë. Në emrin e birit tënd Jezu Krishtit lutem. Amen. Amen. Ky është mesazhi i mirë. Mesazh shumë i bukur. Ju falenderoj që erdhët Enkas, udhëtuat për të qenë në këtë transmetim, në këtë emision tonin. Faleminderit edhe ju për ftesën. Ishte kënaqësi. Faleminderit pastor. Faleminderit. Faleminderit dhe ju që na ndoqët, gëzuar Pashkën për të gjithë besimtarët. Besoj se mesazhet e tilla janë shumë të domosdoshme, të rëndësishme për të qenë të gjithë më të mirë se sa jemi. Bëuni më të mirë. Mirupafshim.